Do të tregoj një video të një mashtruesi. Po mashtruesi e. Tani ç'a bën ky? Ky thotë që mos i bëj informacionin e saktë. Thotë do nëse shkruam për shembull kodin e iPhone-it, kodin gabim të iPhone-i 10 herë, kur po të vodhën do i fshin të dhënat. Po mirë më, si ti kthejmë ne. E dëgjojeni vetë videon. Page 2 of 3. WhatsApp. Double tap to open. Neviel. Selected. Compose message. Link. Message. Link. Forward. Message. https:// forward. Button. Message. Link. 8. Yet. Forward. Button. Message. Yet. Forward. Your message. Compose message. Text field. Your message. Link. https://youtube.com/short/6qxyg1elmfa?C=05qczl6wnnkqnslg. Nis tave jethin iPhone hashtag kishilla hashtag smartphone hashtag iPhone tips hashtag tech hashtag. Your message. Link. https. Sa perëndimi i bukur. Cezare! Cezare, po di këtu! Po dhe këtu më gjeta dore. Kam në... Dua të di diçka. Qa? A ka iPhone do një mënyrë që t'i fshesh të dhënat nëse ta vjedhin? Po miro, ka gjë që nuk e di unë? Di. Hajde tregoj vllai. Futemi te settings. Do vemi tek Face ID passcode. Do vëm kodin. Dhe në fund fare tek erase data do ta aktivizojmë këtë opsion. Enable. Pas 10 tentativash me kodin e gabuar do të fshihen të gjitha të dhënat në iPhone. Dhe mos haro. Futi një follow. App switcher. Closing YouTube. App switcher. WhatsApp. Closing WhatsApp. WhatsApp. Po, mos haro. Futi një report. Si ti kthejmë të dhënat në marrë. U fshin si ti kthesh. Apo ti pjerdhësh telefonit. Si ti kthesh. Se hajde se po shu, ose ndoshta unë të kërkon Apple ID-n e email, konfigurimet, bëhet i rejz vetë. Po, të merremi ne pasaj të kthejmë të dhënat telefonit. Unë se kam provuar, jo. Ja pash si opcion, po mos aktivizoni se do blokoni telefonat. Se do fshini të dhënat e s'dini si i ktheni pasaj. Kështu që të një subscribe dhe një komentues më tha mua